Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një sufle në filxhan me salcë mandarine. Për këtë recet kam 300 gram i kam çokoladë, është çokoladë e hidhur, kam një majluge me krip, 200 gram i kam gjalp, 300 gram i kam sheqer, kam dhe 5 kokra vezë. Dhe për salcën e mandarinës, është shumë e thjeshtë, kam treguar dhe herë tjetër, kam përdorur 12 kokra mandarina, i kam shtrydhur lëngun dhe nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Këto janë përbërësit që do përdorim. Çokoladën do ta shkrim në bain-marie. Vendosim një tenxhere në zjarr me pak ujë poshtë. Nuk duhet që fundi i enës që ne do shkrim çokoladën mos të takojë me ujin. Çokoladën e kam coptuar dhe do ta vendosim në tenxhere për ta shkrirë. Kam vendosur tenxherin në zjarr, si përvendosim enën që do shkrim çokoladën, do fillojmë të shkrit avash avash, do ta ndihmojmë paksa duke e trazuar me spatull. Do ta mbajmë në kontroll derisa të fillojë të shkrihet. Çokolada ka filluar të shkrijë. Do shtojmë kripën. Do shtojmë edhe gjalpin. Gjalpin e kam bënë në copa të vogla që të shkrihet më shpejt. Do ta trazojmë vazhdimisht, sa të shkrihet mirë edhe çokolada dhe gjalpi dhe të bëhet përzierja e mirë. E gjalpit, çokoladës dhe kripa që kemi shtuar. Çokolada ime ka shkrirë plotësisht. Po ta shikoni, është e shkrirë. Do ta nxjerrim nga tenxherja dhe do ta lëm të ftohet paksa. Nuk e duam që të jetë shumë e nxehtë, e duam të jetë pak e ftohët. Për të vazhduar ëmbëlsirën tonë. Çokoladën e kemi shkrirë, e kemi gati. Tani do rajmë sheqerin bashkë me vezët. Do t'i rajmë deri në momentin që të dyfishohet vëllimi dhe të shkojmë dhe sheqeri të ketë shkrirë mirë. Kam rrahur vezët me sheqerin, brenda do shtojmë çokoladën, të cilën e kemi lënë të ftohet tam për pak, mos të jetë shumë e nxehtë. Ta shtojmë te vezët. E marrim mirë çokoladën nga ena. Do ta trazojmë paksa, të përzihet mirë çokolada me vezët. Kam bën përzierjen e çokoladës bashkë me vezën dhe për ta shtuar tek filxhanët, unë do ta shtoj tek një gotë matse. Ose do përdorni një gotë matse, ose qese pastiqerie, me garush dhe çdo gjë që juve të keni në shtëpi. Filxhanët përdorni sipas dëshirës, mund të përdorni filxhan çaji, filxhan kafe, sipas dëshirës tuaj. Filxhanët i kam mbushur, i mbushim deri në mes. Do ta heq një filxhan që të mbush tavën me ujë. Ujin do ta shtojmë të nxehtë dhe i mbushim deri në gjysmë. Nuk do ta mbushim tavën deri sipër fare, mbushim deri në gjysmë. Atëherë kemi shtuar ujin, vendos dhe filxhanin tjetër. Do t'i fusim në furrë në 160 gradë për 45 minuta. 45 minuta dhe janë gati. Ndërkohë që do fusim në furrë ëmbëlsirat tona, suflet, do vëmë në zjarr lëngun e mandarinave. Tham kemi shtrydhur 12 kokra mandarina. Do ta vëmë në zjarr, në një zjarr mesatar dhe do ta lëmë të ziejë avash avash. Ndërkohë që zihen, do ta shikoni që në fund do fillojë dhe do pikset dhe krijohet një salcë. Tam ndërkohë fusim dhe në furrë ëmbëlsirat, 160 gradë për 45 minuta. Siç e shikoni, lëngu i mandarinës ka shtërruar goxha, kështu duhet të jetë që të arrijë dhe të formohet një salcë në fund. Tani duket pak sa e holl, jo aq e trash sa duhet, por duke qenë që avash avash do ftohet, fillon dhe pikset akoma dhe më. Në këtë moment e kemi gati. E heqim dhe e shtojmë tek ena që ne do ta mbajmë.
Suflet e mia kanë përfunduar, janë gati, dalin me të vërtet super të shijshme dhe speciale. Mund t'i përgatisni për çdo lloj rasti në familjen tuaj, po dhe thjesht sepse dëshironi që t'i hani. Salcën e kemi përgatitur, e kemi gati, do t'ja shtojmë momentin që neve do t'i servirim për të ngrënë. Në qoftë se keni dëshirë, ja shtoni, në qoftë se keni dëshirë, nuk ja shtoni fare dhe mund ta konsumoni suflen ashtu siç është. Ose thjesht do t'i hapim një grof këtu në mes, në këtë mënyrë, dhe shtojani salcën t'i shkoj brenda. Në këtë mënyrë. Shtoni sa të dëshironi ju. Suflet me salcën e manderinës i kemi gati. Provojni se kam për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëv të mirë, miq të dashur.